edhe se cilët fermeri kisha thonë që dojnë me pas tarmë në ti në Aurora. Oni biznes që duhet 5 vite me prit. 4-5 vite. Krejt makinerin është duhet me ble vetë, me financat tona. Sa ka kushtu makinerin? Mbi 200.000 euro. Mbi 200.000. A ke mujtë me nëzirë shatë pare? Po i kem nëzirë, se i mas me pas nëzirë, s'kisha mujtë i mi ble. A ke dalë në plus? Po jam plus jam. E po mirë, sa done po marë, po menoj pra me qeni biznes marë. Jam komod, edhe se cilët fermeri kisha thonë që dojnë me pas tarmë në ti në Aurora. O shekulli Aurora, frutave Aurora. O shekulli frutave Aurora. Se njerëz janë habit mas internetot, mbas punëve tjera, dënë ushqim dorë të thotë. Atëherë janë vetëm frutat Aurora. Qëka kisha pa një personi që donë me u marë prej fidanit me mbje larën, edhe cilat janë hapat që të mi pasaj parasysh? Hapat veç mos zhgënjehet. Mos zhgënjehet, se vitin e parë nuk banë fruta. Vitin e dytë banë, po so mirë m'ja vlan, i do të m'ja v shkullë. Do më thonë, oni biznes që do të 5 vite me prit. 4-5 vite. Po jetoni ma gjatë, sigur 4-5 vite. Nuk kon veç jeta ime. Ti duhet me mendu, prit duhet me mendu dhe për të tjerët. Po, e vërtet. Po që është po të banë më një puna natyrë? Mirë shumë. Mirë shumë. Knosta. Knaqesh? Knosta. Dikun i baj ka 20 kilometra në ditë ecje. Vetëm me natyrë. Po, ma herët me qëfar biznesi e marë? Jam marrë me zdroktari. Prap me natyrë? Po, apet me drum. Gjithmonë me natyrë.